Besimtarët muslimanë festojnë sot Kurban Bayramin, festën që simbolizon sakrificën sublime. Në të gjithë vendin, besimtarët muslimane kanë nisur kremtimin e kësaj feste të shenjtë që në orët e para të mëngjesit, duke u drejtuar xhamive për të falur namazin. Pas kryesës së 8 ndërqeveritare, Shqipëria hap zyrtarisht në fazën përmbyllëse të grup kapitujve për antarësim, nuk munguan vlerësimet e zyrtarëve europian për progresin, ndërsa kryeministri Rama tha se Shqipëria mbetet e vendosur për antarësim të plotë në Bashkimin Evropian. Izraeli vret kreun e ri të Hamasit në Gaza, pas një valet fort bombardimesh që vurin shënjestër një zonë rezidenciale. Viktima dhe të plagosur u shënuan në një treg të populluar, ku qytetarët bënin blerjet për festën e Kurban Bayramit. Paralelisht, Izraeli ka intensifikuar sulmet në Liban, ku raportohen mbi 30 viktima. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në A2 sot. Besimtarët musliman festojnë sot një nga 2 ditët më të rëndësishëm të kalendarit musliman, Kurban Bayramin. Për të mësuar më shumë detaje se si është kremtuar, pra si është pritur Kurban Bayrami në kryeqytet fillimisht, do të lidhemi me kolegun ton, gazetarin A2 CNN, Armen Pire. Armen, përshëndes, atëre do doja fillimisht të dija çfarë simbolizon kjo festë për besimtarët musliman. Përshëndetje Andi, Kurban Bayrami është festa që i dedikohet sakrificës dhe bërjes së një kurbani, kafshë kurbani në emër të sakrificës, por dhe të devotshmërisë për besimtarët musliman. Është një nga ritet kryesore të besimit islam, caktuar që prej profetëve të parë të fesë islame, ku pjesa e Kurban Bayramit hyrin në ritualin e sakrificës dhe devotshmërisë besimtarëve musliman. Në gjithë botën, festa e Kurban Bayramit nisi prej orëve të para të mëngjesit të ditës aktuale me faljen e namazit Kurban Bayramit, kryesisht pranë shesheve kryesore të qyteteve, por në qytetet e vogla edhe brenda ambienteve të xhamisë, duke bërë kështu besimtarët të kryejnë ritualin e parë të ditës dhe më pas për të drejtuar banesave apo ambienteve të përcaktuara për thirrjen e kurbanit në emër të Zotit. Ndaj është caktuar që për çdo besimtar musliman në mënyrë le të themi devotshmërie, pa sforca apo pa një detyrim, bërja një kurbani nëse plotësohen kushtet financiare të çdo familje shqiptare dhe jo vetëm. Edhe në Tiranë, falja e Kurban Bayramit këtë herë ndodhi në bulevardin Dëshmorët e Kombit, për shkak se sheshi Skënderbej është i zënë në një tjetër aktivitet gjatë këtyre ditëve dhe është bërë vendosja pikërisht në një tjetër ambient publik për të kryer faljen e namazit të Kurban Bayramit. Edhe këtë herë ka pasur një prani të jashtëzakonshme të besimtarëve musliman, cilët që prej orës 5:30 6 të mëngjesit mbushën bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe deri në orën 7 u bë mundur e gjithë ceremonia dhe rituali i faljes Kurban Bayramit. Qartë, pra simbolika e kësaj dite të rëndësishme, pra një nga 2 ditët më të rëndësishme të komunitetit musliman, cila është? Bërja e kurbanit, bërja e thirrja një kafshë e cilësuar si halal, ku përfshihet delja, qingjat, kecat apo lopët, cilat hynë tek pjesa e produkteve ushqimore të cilësuara halal, thirrja e tyre përmbush devotshmërinë e çdo besimtari musliman. Kujtojmë që Kurban Bayrami vjen pas një prej shtyllave më të rëndësishme, një prej 5 shtyllave të rëndësishme të besimit islam, i cili është haxhi në vendin e shenjtë të Mekës, në Arabinë Saudite, ku mbi 1.5 milion të deklaruar besimtar musliman kryejnë pelegrinazhin e haxhit dhe mbas kryerjes së pelegrinazhit të haxhit, festa dita tjetër pasuese është pikërisht Kurban Bayrami. Njëjta ndodh edhe me festën e Fitr Bayramit, e cila vjen si pasuese e agjërimit, që po ashtu është një prej shtyllave të besimit islam, dhe të dyja festat shoqërojnë 2 prej shtyllave të rëndësishme të besimit islam, siç është agjërimi, por dhe kryerja e haxhit. Kështu që kjo është simbolika kryesore e festës Kurban Bayramit, por padyshim edhe solidariteti me njëri tjetrin. Duke qenë se bërja e Kurban Bayramit nuk është e cilësuar si festa e ditës së mishit apo festa e bollëkut, por festa e solidaritetit me njëri tjetrin, ku 1/3 e Kurban Bayramit shkon tek fqinjet, 1/3 shkon
tek njerëzit në nevojë apo dhe familjarët e afërt, dhe pjesa tjetër i mbetet familjes që bën kurban në shenjë solidariteti për të bërë të mundur një ditë të gëzueshme për gjithë ata cilët festojnë, por që nuk kanë mundësi bërin e Kurban Bajramit, por edhe pjesës tjetër cilët nuk kanë pasur mundësi apo kanë vështirësi ekonomike të theksuara. Ndaj edhe në pjesën e ligjëratave të mbajtura gjatë ditës së sotme, ky është edhe mesazhi kryesor ku klerikët apeluan për më tepër mbështetje dhe solidaritet mes besimtarëve musliman, por dhe jo vetëm, edhe mes fëmijëve, farefisit dhe njerëzve të afërt, për të gjendur pranë në ditë të gëzueshme, por edhe në ditë të cilat janë të hidhërueshme si sëmundjet apo rastet e hidhura të tjera, për të bërë të mundur lehtësimin apo shtimin e gëzimit mes besimtarëve dhe mes të afërmëve në ditë të caktuara dhe ditë të shenjta festive. Sigurisht përveç mesazheve të krerëve të komunitetit musliman në këtë ditë kaq të rëndësishme pra për komunitetin musliman, kanë ardhur dhe mesazhe nga politika apo jo? Padyshim, pas pak do të nisi edhe pritja pranë zyrave të Komunitetit Musliman Shqiptar, pikërisht përballë xhamisë Namazjas, aty ku ndodhet selia e KMSH-s, ku besimtarë të ndryshëm, padyshim të shoqëruar edhe nga politikanë, janë të ftuar të bëjnë pritjet e tyre urimet përcjellse ndaj kreut të Komitetit Musliman Shqiptar, zotit Bujar Spahiu, por ka pasur dhe politikanë të rëndësishëm, siç ka qenë kreu i shtetit zoti Bajram Begaj, i cili ka uruar nga Meka, pasi është duke kryer dhe zoti Begaj haxhin, një prej 5 shtyllave të besimit islam, në Mekë, shoqëruar edhe nga autoritetet më të larta të Arabisë Saudite, ndërkohë që politikanët e tjerë të rangut të lartë shtetëror në Shqipëri kanë uruar nëpërmjet mesazheve dhe postimeve në rrjetet sociale, por që padyshim gjatë ditës së sotme nuk do të mungojnë edhe vizitat tek selia e Komunitetit Musliman Shqiptar. Pjesa e vizitave dhe solidaritetit përfshin edhe besimtarët musliman, jo vetëm pranë zyrës së KMSH-s, por edhe tek të afërmit e tyre, tek fëmijët e familjarët. Kështu që për të paktën 3 ditë me radhë do të jetë një festë e vazhduar, festë e zgjatur për gjithë besimtarët musliman, për të vizituar të afërmit, për të vizituar farefisin, si shenjë devotshmërie e ruajtjes së lidhjes së gjakut, pasi dhe kjo shifet si një nga pikat kryesore të besimit islam, duke ju referuar mbajtjes së traditës gjallë, qoftë asaj shqiptare, por dhe islame, ku farefisi, familja dhe fëmijët duhen të respektuar dhe duhen mbajtur lidhje me ta. Qartë, të falenderoj Armend Pire për të lidhje drejt për drejt, le të ndjekim një kronik që bën fjalë pikërisht se si është pritur, pra si është kremtuar festa e Kurban Bajramit në kryeqytet. Festa e Kurban Bajramit mlodhi në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë mijëra besimtarë që në orët e para të mëngjesit, në një nga 2 festat më të rëndësishme, besimtarët musliman ndan urimet dhe emocionet e përjetuara pas faljes së namazit të Bajramit. Një ndër festat më të mëdha, domethënë besimi musliman, të gjitha festojnë, në ato rite tradicionale, është një shumë veçantë, domethënë. Po uroj që të kemi sa shumë begati në familjet tona dhe të shkojmë sa mirë. Është sakrificë shumë e madhe, ky është Bajram i madh, se Bajrami i vogël është kur sa mbaron Ramazani, ky është Bajram i madh që bëhet kurban për Allahun e madhëruar. Unë kam agjëruar 4 vite rjesht, i kam festuar festat, kam shkuar në haxh. Ke shkuar në haxh? Pa. Mashallah. Kur ke shkuar? Para 2 vitesh. Çfarë kënaqësie ishte të përjetoje haxhin? Shumë e bukur. Ka kënaqësi të madhe vallai se një radh par pjesëmarrja shumë e madhe. Është shumë e pranishme, me një fjalë rinia sidomos janë shumë të aktivizuar, kjo jep me kuptuar me një fjalë se besimi është shumë i plotë. Festa që simbolizon bërjen e një kafshë kurban si shenjë e sakrificës dhe devotshmërisë, u apelua nga klerikët që të shkojë përtej këtij akti, duke e përmirësuar aspektin personal të çdo besimtar. Është dita e Kurban Bajramit, dita kur zemra e besimtarit mbushet me falënderim, reflektim dhe dashuri për Zotin. Është festa që na mëson të largohemi nga egoizmi, nga urrëtia, nga padrejtësia dhe indiferenca ndaj njëri tjetrit. Në kuptimin figurativ të fjalës, secili prej nesh ka për të bërë së paku një kurban në jetën e tij. Dikush duhet bëj kurban egoizmin, dikush materializmin e theksuar, dikush krenarin dhe mendjemadhsin, dikush tjetër urrëtitjen e mllefin, dikush padrejtësinë,
e dikush mëkatin që e ka rënduar dhe lodhur për tërë jetën e tij. Lum për ata cilët pastrojnë zemrën nga urrejtja, nga ego e smur, nga smira e zilia, nga përçmimi e përgojimi. E vulosi Zotin Kur'an për të na treguar se çfarë vlere ka zemra dhe shpirti i pastër. Qad aflaha men zakkaha, luma i cili e pastroi shpirtin dhe zemrën e tij. Referuar ligjëratës mbi mbështetjen e njëri tjetrit dhe shmangjes së indiferentizmit, kreu i KMSH Bujar Spahiu dha këtë përgjigje teksa u pyet nga A2 CNN mbi rastin e besimtarit Baki Goxhaj. Spahiu, duhet kishte një solidaritet edhe me aktivistin Baki Goxhaj, i cili ishte pjesë e trupave të cilët u rrëmbyen në ura ndërkombëtar, pak nga ana e komunitetit musliman, duke qenë se reagoi gjithë opinioni ndërkombëtar. Ne gjithmonë kemi qenë dhe do të jemi si komunitet musliman i Shqipërisë për të përcjellur paqen dhe mirësinë dhe për të ndihmuar çdo njeri që ka nevojë në përbot sipas rregullave ndërkombëtare dhe kombëtare kushdo qofshin ata. Kurban Bajrami pasohet me 3 ditë festë në familjet e besimtarëve, ku përveç urimeve nuk mungojnë vizitat e të afërmit, si shenjë e ruajtjes së lidhjeve farefisnore. Lindje dhe sakrifice. Ne do të lidhemi tani me kolegët tanë në rrethe për të parë se si është pritur Kurban Bajrami. Do të lidhemi me Litiona Dokon në qytetin e Durrësit, Senadin Nikëshiqin në Shkodër, Edi Ruçi në Vlorë, Rigel Smelin në Gjirokastër dhe më pas edhe me Artin Halilin në Korçë dhe Pogradec. Por fillimisht do ta fillojmë me kolegën tonë Litiona Dokon. Litiona, të përshëndes gëzuar, por cilët ishin pra si është pritur nga besimtarët musliman Kurban Bajrami në qytetin e Durrësit. Si është kremtuar ai? Të përshëndes Andi, gëzuar edhe nga qyteti i Durrësit, pikërisht shkallët e xhamisë së madhe dhe i gjithë sheshi Liria sot kishin një pamje të mbushur që në orët e para të mëngjesit, ku mira besimtarë të qytetit Durrësit, por jo vetëm, janë bërë pjesë e namazit në kuadër edhe të ditës Kurban Bajramit, një festë e rëndësishme kjo për komunitetin musliman. E njëjta atmosferë është paraqitur pothuajse në të gjitha xhamitë, qoftë ajo e plazhit apo xhamit të tjera pjesë e Bashkisë së Durrësit që janë të shumta dhe të shtuara së fundmi, pjesa e xhamive në pothuajse të gjitha edhe njësitë administrative pjesë e Bashkisë së Durrësit. Ka qenë një atmosferë në fakt që përcillte një lloj pozitiviteti ku besimtarët ishin bërë pjesë dhe bën pjesë e këtij momenti të rëndësishëm të faljes së namazit në mëngjes, ndërkohë që më pas janë drejtuar për të gatuar e për të bërë edhe festuar dhe drekën e madhe në familjet e tyre konkretisht. Një ditë lutjesh drejtuar më së shumti paqes, mirësisë dhe begatisë në ditët e vështira dhe trazirat që po jeton bota në tërësi, dhe një ditë që të gjithë besimtarët drejtojnë sytë nga Zoti dhe i luten atij për më shumë shëndet dhe mirësi në familjet e tyre. Ka qenë dhe është një atmosferë e gjallë kjo e qytetit të Durrësit, që e përcjell edhe si një ditë pushimi ku tashmë është lënë vendi festimeve për të drejtuar në banesat e tyre dhe për të kryer edhe drekën e famshme të Kurban Bajramit me një atmosferë familjare tashmë për t'ia lënë vendin këtij momenti të rëndësishëm për gjithë besimtarët musliman. Falenderoj Litiona Dogo, do të zhvendosemi me njerë në Shkodër, atje ku na pret kolegu Senad Nikëshiqi. Senad, të përshëndes, të uroj gëzuar, si është kremtuar festa e Kurban Bajramit në qytetin e Shkodrës. Mesazhet janë dhënë aty nga krerët musliman, edhe pse në fakt duket se janë dhe ato problematikat që shoqërojnë pra pikërisht komunitetin musliman për çështjen e pronave, apo jo? Po, përshëndetje nga Shkodra, fillimisht gëzuar dhe përshëndetje gjithë besimtarëve musliman të qarkut Shkodër, por edhe mbar shqiptarëve kudo që janë brenda dhe jashtë vendit. Sot Kurban Bajrami në Shkodër është një ditë feste e cila është reflektuar në qytet dhe normalisht besimtarët, të afërmit, familjarët po urojnë njëri tjetrin, ndërkohë që në orët e mëngjesit është mbajtur edhe është kremtuar falja e namazit të Kurban Bajramit që është udhëhequr nga muftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari. Në fjalën e tij përpara besimtarëve në sheshin kryesor në Shkodër ku u zhvillua kjo falje dhe u kremtua namazi, muftiu i Shkodrës
është ndalur tek disa probleme sociale të cilat prekin qarkun, Shqipërinë dhe gjithë vendin dhe është ndalur tek emigrimi masiv dhe pushatisja e vendit dhe më pasi ka dhënë disa mesazhe, këtë e ka lidhur edhe me grabitjen, siç e cilëson Myftiri i Shkodrës, të pronave dhe të një prone kryesore, një debati që vazhdon prej kohësh për kullën në qendër të qytetit që po ndërtohet, Ruzafa Tower, që Myftinia, Komuniteti Musliman, pretendon se është një pronë e saj dhe e ka cilësuar si një grabitje dhe ata që kanë lejuar grabitjen e saj është shprehur ndërreshta Myftiriu i Shkodrës do t'i poshtëroj Zoti dhe se ka deklaruar se ai nuk është pjesë e zullumeve dhe se uji në fytyrë e ka të papërlyer. Këto kanë qenë pak a shumë mesazhet kryesore të Myftiriut të Shkodrës, pra është ndalur tek emigrimi dhe e ka lidhur edhe me problemet e prunësisë që komuniteti musliman apo Myftinia e Shkodrës ka kohët e fundit këtu në lidhje me mosmarrveshjet me institucione, duke pretenduar se ajo pronë është e tyre dhe duhet që t'i kthehet. Pastaj pjesa tjetër e ditës ka vijuar me një aktivitet festiv me fëmijët, këtu ku jam unë tek xhamia e Parrucës, në Këshësh të bukur. Fëmijët kanë gëzuar duke marrë dhurata, ëmbëlsira, lojra të ndryshme dhe kanë festuar me njëri tjetrin festën e Kurban Bayramit e po ashtu do të vijoj gjatë gjithë ditës në shtëpitë e secilit kjo festë e shenjtë në Shkodër. Senat Nikëshiqit, falenderoj, do të zhvendosimi më njërë në Vlorë, ku na pret kolegu Edi Ruçi. Edi, të përshëndes dhe gëzuar Kurban Bayramin, si është pritur pra kremtimi i kësaj feste në qytetin e Vlorës për besimtarët musliman? Ju përshëndes, për gjithë shqiptarët gëzuar Kurban Bayramin. Unë ndodhem momentalisht në xhamin e Plombit, në xhamin qendër të qytetit, aty ku duhet ishte zhvilluar mëngjesin e sotëm edhe falja e namazit për Kurban Bayramin, por xhami e Plombit, një atraksion turistik dhe një vend i kultit fetar njëkohësisht, qëndron e mbyllur që prej datës 4 tetor 2024, fill pas përmbytjeve që prekën vendin. Kjo ka bërë që besimtarët musliman të qytetit të Vlorës në vitin e dytë të tyre ta festojnë Kurban Bayramin në Pallatin e Sportit të Flamurtari, aty ku është filluar edhe mëngjesin e sotëm falja e namazit, ku kanë marrë pjesë qindra besimtar vlonjat, të mbritur nga qytetet të ndryshme të cilët kjo fest e shenjtë i ka gjetur në Vlorë, por edhe të huaj të cilët jetojnë apo punojnë në Vlorë, duke filluar nga shtetasit europian dhe duke përfunduar tek ata me kombësi nga India, Nepali, Bangladeshi, Maroku, Egjipti e të tjerë, të cilët e kanë falur namazin në pikërisht në Pallatin e Sportit, aty ku bën bashkë me qindra besimtar në faljen e namazit të drejtuar nga Myftiriu i Vlorës Ardit Hoxhallaku. Hoxhallaku fjalën e tij e përqendroi në 4 shtylla kryesore, të cilat i quajti si tepër të rëndësishme. E filloi me familjen, me tokën, pronën që simbolizon dhe pronën, gjithashtu me gjuhën kombëtare dhe deri tek fëmijët, duke i bërë një apel besimtarëve që të mbrojnë këto 4 shtylla, të cilat i cilësoi si tepër të rëndësishme që po dëmtojnë nga viti në vit. Pati një apel për policinë e shtetit, për qytetarët në radhë të parë të bëjnë kujdes në drejtimin e automjetit, fill edhe pas aksidenteve tragjike të konstatuara në vend kohët e fundit, ndërsa për policinë duhet të zbatojë më tepër rregullat, ligjin të parandalojë ngjarje të tilla tragjike. Pati një lutje për luftrat të cilat të bëhen nëpër botë, por gjithashtu edhe për familjen vlonjate, për gjithë besimtarët e musliman, për sa më shumë paqe, begati dhe armoni. Ndërsa tashmë që flasim, Myftinia e Vlorës po organizon pritjen e përvishme për përfaqësuesit e pushtetit lokal dhe atij qendror në ambientet e përbashkëta pranë xhamisë së Plombit, aty ku me radhë po shkojnë për të nderuar këtë festë të shenjtë përfaqësuesit e partive politike, por edhe kjo pritje, ashtu si zakonisht ndër vitet e kaluara, nuk i ka bërë bashkë partitë politike, të cilat Partia Demokratike dhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste, por edhe partive të tjera opozitare kanë ardhur në orare të veçuara, duke preferuar që mos të përplasen në të njëjtën orë dhe mos të kenë kontakt mes tyre. Edi Ruçi, të falenderoj për këtë ndërhyrje në A2 sot. Do të zhvendosemi më njëherë në Gjirokastër, ku na pret kolegu tjetër i A2 CNN, Rigels Malile. Rigels, përshëndes, gëzuar Kurban Bayramin, si është pritur nga besimtarët musliman pra kjo ditë e shenjtë, ditë mjaft e rëndësishme pra për komunitetin musliman.
Përshëndetje Andi, dhe gëzuar edhe nga Gjirokastra, aty ku dhjetra besimtar musliman kanë kremtuar faljen e namazit të Kurban Bajramit, festës së dytë më të rëndësishme të besimtarëve musliman. Besimtarët janë mbledhur në pallatin e sportit të qytetit, aty ku kanë kryer ritualin e lutjes në drejtimin e miftiut të Gjirokastrës Emin Gjana, i cili ka dhënë mesazhin e tij për sa më tepër dashuri, për sa më tepër sakrificë, për sa më tepër prosperitet, duke qenë familja qendra e të gjithë, le të themi, jetës së një muslimani të devotshëm, familja, miqësia dhe pastaj çdo sakrificë e bërë në emër të Zotit është e mirëpritur. Në fakt, besimtarët musliman pas faljes së namazit kanë nisur edhe ritualin e përvitshëm të festës, e cila konsiston në kryerjen e kurbanit, pra në therrjen e një kafshë në emër të Zotit dhe shpërndarjen e saj në njerëzit të nevojë apo edhe në miqtë të afërmit, dhe më pas kanë nisur vizitat në të gjithë besimtarët mes njëri tjetrit, mes të afërmve, për të kremtuar këtë ditë mjaft të rëndësishme në kalendarin musliman. Ndërkohë që rreth orës 10 ka nisur edhe pritja zyrtare në ambientet e miftinisë së Gjirokastës, aty ku pritet që të vinë përfaqësuesit e pushtetit lokal, por jo vetëm, por edhe besimtar të ndryshëm, të cilët kanë dëshirë të vinë dhe të urojnë njëri tjetrin në ambientet e xhamisë së Gjirokastrës, janë të mirëpritur sipas përfaqësuesve të komunitetit musliman këtu në Gjirokastër për të vijuar këtë festë e cila simbolizon, le të themi, sakrificën dhe mshurinë ndaj njëri tjetrit, ndërkohë që nuk kanë munguar mesazhet për më tepër paqe, për më tepër harmoni dhe për më tepër dashuri, jo vetëm mes besimtarëve musliman, por në të gjithë botën, duke patur parasysh edhe pjesë të konflikteve botërore të cilët kanë prekur sipas miftiut të Gjirokastrës Emin Gjana edhe pjesëtar të komunitetit musliman, të cilët janë të prekur nga luftrat dhe janë detyruar që të lënë familjet e tyre, të lënë vendet e tyre për të larguar nga lufta. Ai ka bërë thirrje dhe ka bërë lutje për më tepër paqe, për më tepër dashuri dhe për një fund sa më të shpejtë të këtij konflikti. Për të lidhjet drejt për drejt, vendosim më njëherë drejt Pogradecit, ku do të komunikojmë me kolegun ton të A2 CNN, është pikërisht Artin Halili, që do na flasi se si është kremtuar pikërisht kjo festë kaq e rëndësishme për besimtarët musliman në juglindje të vendit. Artin Halili, të përshëndes dhe gëzuar Kurban Bajramin. Si është festuar, si është kremtuar pra kjo festë e rëndësishme për besimtarët, si në Pogradec ashtu dhe në Korçë? Më lejoni që të uroj gjithë besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit, për sigurisht veprat mira të pranuara dhe për sa më shumë paqe dhe begatinë e familjet të tyre. Ashtu si në të gjithë Shqipërinë, sigurisht që edhe juglindja është zgjuar herët këtë mëngjes për të pritur faljen e namazit Kurban Bajramit. Në fakt, procesi i mësimeve dhe këshillave kuranore ka nisur që në orën 5:45 minuta në juglindjet vendit, në të gjitha xhamitë e juglindjes, për të vazhduar më pas me faljen e namazit Kurban Bajramit rreth orës 6:15 minuta, sigurisht disa minuta më përpara se Tirana, për vetë faktin se dielli lind më shpejt. Kanë qenë me mira besimtarët të cilët janë grumbulluar në sheshet e xhamive për në ambientet e tyre të brendshme. Korça, si gjithmonë, të gjithë besimtarët e saj të qytetit, por dhe një pjesë të mirë të fshatrave i ka grumbulluar në oborrin e xhamisë Ilyas Bey Mirahori, xhamisë të parë dhe më të vjetër në qytetin e Korçës, aty ku ligjëratat janë mbajtur nga imami Ledian Çikalleshi dhe më pas është kryer falja e procesit të namazit të Kurban Bajramit. Sigurisht edhe në Pogradec janë të shumë besimtarët të cilët e kanë pritur këtë ditë mëngjesin e sotëm, ndryshe nga Korça që mblidhen në një shesh të vetëm. Në Pogradec falja dhe pritja e faljes bëhet në xhamitë respektive në qendër të qytetit, por dhe në xhamin më të vjetër që është xhamia e Goricës, ku me qindra kanë qenë besimtarët të cilët janë drejtuar këtyre institucioneve fetare për të dëgjuar mësimet e hoxhallarëve dhe sigurisht për të bërë faljen e Kurban Bajramit. Vim tek Kurban Bajrami, sigurisht një ditë para që është dita e Arafatit, ku besimtarët kanë agjëruar, sepse është një ditë në cilën besimtarët musliman agjërojnë dhe më pas bëjnë dhe pritjen e Kurban Bajramit. Ndërsa në momentet që flasim, një pjesë e madhe e besimtarëve janë duke kryer procesin e Kurbani, i cili do të mbahet një pjesë për familjen, një pjesë për komshin dhe një pjesë për familjet në nevojë, pasi siç e përcakton edhe Libri i Shenjtë, Kurani, Kurbani duhet të ndahet në 3 pjesë dhe kështu ndihmohen të gjitha familjet, edhe ato nevojtare, për të festuar ditën e sotme, që do të jetë dhe dreka festive
mesditës. Ka qenë një ditë e bukur, ditë me diell, koha ka mbajtur shumë mirë dhe kanë qenë të shumë besimtarët të cilët nuk e kanë lënë pa shfrytzuar këtë ditë, të cilët e cilësojnë jo vetëm si e shenjtë siç është, por edhe si një ditë ku marrin sevape të mëdha tek Zoti. Mesazhet cilat kanë qenë nga krerët e komunitetit? Sigurisht mesazhet gjithmonë janë për vllazëri, për harmoni, për paqe në familje dhe mbi të gjitha ajo që në së fundmi po theksohet në ligjëratat dhe fundit të hoxhallarëve është forcimi i lidhjeve familjare mes besimtarëve. Besoj ti Andi, unë po ashtu se jemi në një moshë që i kemi arritur, i mbani mend vizitat që bëheshin nëpër shtëpitë e të afërmëve tanë, të komshive për të ruar Bajramin e Madh apo Bajramin e Vogël siç është në këtë rast, dhe për të vizituar mbi gjitha prindërit. Kjo ka qenë dhe këshilla hoxhallarëve që në orët e para të mëngjesit, vizitoni prindërit tuaj, urojeni ata dhe vazhdoni vizitat më pas të urimit tek familjet e tjera, tek komshin, tek të afërmit tuaj për ta ruajtur këtë lloj tradite, jo vetëm si një traditë, por dhe si një formë për të ruajtur lidhjet farefisnore dhe familjare të gjithë secilit. Është një lloj forme e cila krijon ura lidhse komunikimi mes njerëzve dhe mbi të gjitha për rastet në nevojë do të jenë gjithmonë pranë njëri tjetrit. Dhe kjo ka qenë mesazhi kryesor, forcimi i lidhjeve familjare, por mbi të gjitha për sa më shumë paqe dhe udhëzim në rrugën e Zotit të njerëzve të cilët ende mbasi sot nuk e kanë bërë. Artin Elili, të falenderoj dhe një herë të uroj gëzuar. Festa e Kurban Bajramit po kremtohet edhe në Kosovë. Ceremonia kryesore u mbajt në xhaminë e madhe në Prishtinë. Muftiu i Kosovës Naim Tërnava u tregua i ashpër me partitë politike, të cilëve ju kërkoi më shumë përgjegjësi, pasi siç tha qytetarët janë lodhur me zgjedhjet e njëpasgjeshme. Besimtarët musliman në Kosovë po kremtojnë Kurban Bajramin, festë e cila simbolizon sakrificën ndaj Zotit, si dhe humanitetin dhe solidaritetin mes njerëzve. Ceremonia qendrore faljes së namazit të Kurban Bajramit u mbajt në xhaminë e madhe në Prishtinë me mesazhet për paqe, solidaritet, harmoni dhe dashuri mes njëri tjetrit. Mesazhet kryesore për këtë festë i dha muftiu i Kosovës Naim Tërnava. Duke njohur situatën politike, ai ftoi subjektet politike të unifikohen për të mirën e vendit dhe të krijojnë kushte më të mira për të rinjt. Kësisht, interesat e ngushta grupore dhe përplasjet e pafundme politike të partive tona kanë lodhur qytetarët tanë dhe kanë krijuar pasiguri për të ardhmen. Mbajtja e zgjedhjeve të njëpasgjeshme, mungesa e unitetit institucional dhe polarizimi politik nuk i shërbejnë Kosovës, por dobësojnë besimin qytetar dhe zbehin shpresën e brezit të ri. Muftiu Tërnava shtoi se Kosova ka nevojë për institucione funksionale dhe përgjegjësi shtetërore. Në këtë ditë të madhe, le të pastrojmë zemrat tona nga urrëtia, përçarja dhe egoizmi. Le të forcojmë lidhjet familjare e shoqërore, le të ndihmojmë nevojtarët dhe le të bëhemi njerëz të paqes, të dijes dhe të përgjegjësisë. Festa e Kurban Bajramit për besimtarët musliman vjen pas kryerjes së haxhit, ku rreth 1600 besimtarë kosovar kanë udhëtuar drejt Mekës për të kryer ritualet e haxhit. Shqipëria zhvilloi konferencën e 8 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, duke hapur zyrtarisht rrugën për mbylljen e grup kapitujve të negociatave. Zyrtarët evropian vlerësuan progresin e Shqipërisë në procesin e antarësimit dhe cilësuan këtë një hap të rëndësishëm drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria mbetet e vendosur për antarësim të plot në Bashkimin Evropian. Shqipëria zhvilloi konferencën e 8 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, ku u hap zyrtarisht rruga për mbylljen e grup kapitujve, pas kalimit me sukses të një prej fazave më të rëndësishme dhe piketave të ndërmjetme për grup kapitullin e themelorëve. Pas takimit, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një konferencë për mitet me zëvendësministren për çështje europiane të Çipros, Marilena Rauna, dhe komisionerin europiane për zgjerimin Marta Kos. Zëvendësministja për çështjet europiane të Çipros përgëzoi punën e Shqipërisë në procesin e antarësimit, duke thënë se vendi ka shënuar një hap të madh. Në të njëjtën kohë, konferenca e sotme shënjon fillimin e një faze të re
ndoshta edhe më sfiduese e kërkuese të procesit antarësimit, sepse grup kapitulli i themeloreve mbetet në themel të negociatave. Progresi në këtë fazë nuk matet vetëm me miratimin e reformave apo të legjislacionit, por gjithmonë më tepër me zbatimin e tyre efektiv, me një bilanc të konsoliduar dhe të besueshëm dhe nga rezultatet të prekshme, të cilat janë të qëndrueshme dhe të pakthyeshme. Komisionerja Europiane për zgjerim Marta Koso shpreh se ky është një moment që çel një fazë të re të bisedimeve për zgjerim dhe bën të mundur ecjen përpara të Shqipërisë në procesin e negociatave. Kemi një rrugë të gjatë përpara, por do të mbi shumë shpejt, kështu që shfrytëzoni këtë moment të kremtoni arritjen dhe le të kthehemi me një herë punës. Ne po punojmë fort në procesin e zgjerimit. Ju thatë që doni të keni rezultate dhe rezultatet janë këtu. Kur flasim për datën, ju thash që mbështesim vizionin e qeverisë së Shqipërisë për të mbyllur negociatat deri në fund të 2027 dhe pastaj do të ngjitem korabit së bashku me kryeministrin. Kryeministri Edi Rama e nisi me batut fjalën e tij duke u drejtuar zëvendësministres për çështjet evropiane të Çiprës në greqisht, ndërsa komisioneres për zgjerim Marta Kos me një variant jo saktësisht sloven. Në këmbim, Rama mori një puthje nga Kos. Shumë e dashur Marta, nuk më do mua? I was thinking to say ljubim te or not. Po mendoja të thoja apo jo ljubim te, por e di që ljubim te nuk është saktësisht varianti sloven, po edhe mund të jetë. Faleminderit. Okay, good. Mirë, në rregull. Tani jam e lumtur. Why you laugh? Po pse qeshni? You are young. Jeni të rinj. Don't know yet the value of love. Nuk e dini ende vlerën e dashurisë. Ndihemi të energjizuar, të inkurajuar, por gjithashtu edhe me më shumë përgjegjësi, sepse e dim It's not the end. që nuk është fundi. It's just the beginning. Është vetëm fillimi i fundit. We know that we have to do much. E dim që duhet të bëjmë shumë më tepër punë. Të tre u pyetën edhe lidhur me propozimin e kancelarit Gjerman Merz për antarësimin gradual të vendeve kandidate në BE. Kryeministri Edi Rama u shpreh se vendet kandidate nuk duhet të ndahen, ndërsa theksoi se Shqipëria është Talebani e Europës, duke rikonfirmuar qëndrim për antarësim të plotë. Më lidh bëj një sqarim sepse kam përshtypjen që duke sikur flasim për ose kështu ose ashtu, por nuk është kështu. Ne nuk po heqim dorë nga antarësimi me të drejta të plota. Kjo ka të bëjë me ndërtimin e një dinamike të re, një dinamik që i është imponuar Europës nga faktor të jashtëm, një dinamik që na është imponuar të gjithëve. Kreu i grupit Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka sulmuar Edi Ramën që ka përjashtuar opozitën nga procesi negociatave, por pavarësisht kësaj, demokratët do të depozitojnë në kuvend 3 nisma që lidhen me themelorët. Sot është dita kur Shqipëria duhet përfaqësohej e bashkuar në Bruksel. Dita kur qeveria dhe opozita duhet qëndronin së bashku në një tryezë për t'i treguar Europës se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është mbi çdo interes partijak. Për fat të keq, kjo nuk ndodh. Në drejtimin e Edi Ramës, opozita dhe qytetarët në tërësi nuk janë trajtuar kurrë si partner në një proces kombëtar gjithëpërfshirës, por si armiq që duhen përjashtuar dhe sulmuar. E vetëm për grup kapitullin themelorët, grupi me cilin hapen negociata dhe nga i cili varet i gjithë procesi mbylljes tyre, Bashkimi Evropian i vendosi Shqipërisë në raportin e miratuar pak ditë më parë plot 34 kushte shtesë. Për herë të parë, Bashkimi Evropian ka kthyer në kushte zyrtare për mbylljen e negociatave çështje që lidhen drejt për drejt me mënyrën se si po qeveriset gjatë kësaj periudhe Shqipëria. Korrupsion masiv dhe vendimtar, imunitet politik për korrupsionin, zgjedhje me patronazhist, dobësim të kontrollit parlamentar, pastrimi parave në ndërtim dhe pasuritë paluajtshme, mungesë e konkurrencës në tendera dhe koncesione. Partia Demokratike dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk do të humbas kohë me retorik boshe politike, por do të nisë
përkthimi në akte konkrete të disa prej kushteve që Bashkimi Evropian i ka vendosur Shqipërisë si pasojë e keqeverisjes së Edi Ramës. Për këtë arsye, gjatë ditëve në vijim do të depozitojmë për miratim në Kuvendin e Shqipërisë 3 nisma konkrete që kërkojnë votën e deputetëve pro integrimit evropian. Së pari, shfuqëzimin e ligjit për investimet strategjike dhe të gjitha ligjeve që kanë ndjekur modelin e këtij ligji famkeq. Së dyti, do të depozitojmë një iniciativë për dekriminalizimin e plotë të shpifjes ndaj gazetarëve. Së treti, do të depozitojmë një iniciativë për kriminalizimin e plotë pastrimit parave si vepër e veçantë penale në Kodin Penal. Pas shkupit, studentët shqiptarë të Maqedonisë Veriut, por edhe nga troje të tjera shqiptare, protestuan në Tiranë për të drejtën e dhënies së provimeve në gjuhën shqipe. Protesta u zhvilluan në sheshin Skënderbej dhe mori mbështetjen e shumë studentëve dhe qytetarëve, teksa përfundoi me marshim simbolik drejt ambasadës së Maqedonisë Veriut në Tiranë. Studentët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut protestuan këtë të martë në sheshin Skënderbej me mbështetjen e studentëve dhe qytetarëve të Tiranës për kauzën e ruajtjes së identitetit të gjuhës shqipe. Protesta erdhi si vijim i protestave në Shkup mbi kërkesën që provimi i jurisprudencës të zhvillohet në gjuhën shqipe. Me pankarta në duar dhe thirrje simbolike, protestuesit theksuan se gjuha shqipe duhet të respektohet dhe të garantohet në proceset akademike dhe institucionale. Studentët dhanë mesazhe të qarta në mbrojtje të gjuhës shqipe dhe të drejtave të tyre në Maqedoninë e Veriut. Frikë, presion, poshtërim. Dhe kush foli për ju, kush e ngriti zërin për ju. Ata heshtën. Kush flet për ne, heshtën. Sepse kur vjen dita të zgjedhjeve mes karikës dhe gjuhës anëtare, ata gjithmonë zgjedhin karikën. Ne jo. Ne nuk zgjedhim dhe ne nuk heshtim. Gjuha shqipe nuk është debati. Nuk është pavor që kërkohet, nuk është privilegj që jepet nga askush. Gjuha shqipe është e gjaku yt. Është kujtesa jon, amaneti që na kanë lënë brezat që nuk u përkulën kurrë. Nuk kërkoj privilegje, nuk kërkoj mëshirë dhe as favore politike. Kërkojmë vetëm barazi dhe respekt për atë që na takon. Sot, nga Tirana ka vetëm një mesazh. Ne jemi një dhe të tillë do qëndrojmë. Në protest morën pjesë edhe figurat e njohura shqiptare, të cilët ju bashkuan protestuesve. Gazetari i njohur Marin Mema dha gjithashtu një mesazh në mbështetje të kësaj kauze. Kombi është mbi çdo parti. Kombi është i shenjtë. Kombi është gjaku e shpirtit i çdo shqiptari dhe s'ka kërkush që mundet ta ndajë. Ne do të jemi çdo ditë krah çdo shqiptari. Në çdo pllëmtojve shqiptare, krah vëllezërve tanë në Maqedoni e kudo, sepse ne jemi një shpirt, një zemër, një kulturë, një identitet, një histori, një gjak shqiptar, i shejt. Pas tubimit në qendër të Tiranës, protestuesit marshuan në mënyrë simbolike drejt ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Tiranë. Jemi bashk. Ky është slogani që duhet ta ketë shqiptaria gjithmonë me vete, si shtyllë kurrizore të thelbit saj. Jojnë në përkëmbjen e të drejtave e sidomos të gjuhës shqipe. Për ne shqiptarët, gjuha shqipe është e shenjtë. Ajo na ka dhënë një identitet dhe dallim unik. Na ka mbrojtur nga përçarja fetare dhe krajinore. Studentët theksuan se do të vijojnë qendresën e tyre teksa kërkojnë mbështetje edhe nga Tirana zyrtare mbi kauzat kombëtare që prekin shqiptarët përtej kufirit. Gjykata e lartë ka lënë në fuqi vendimin e apelit të GKK-s për Emiliano Shullazin dhe grupin e tij, të cilët janë dënuar me 43 vite burg në total për gjobvënie dhe grup të strukturuar kriminal. Emiliano Shullazi u dënuar me 14 vite burg, Endrit Qyqja dhe Endrit Zela me nga 10 vite burg dhe Blerim Shullazi 9 vite burg. Për Gilmando Danin, i cili ishte dënuar me 12 vite burg, gjykata e lartë ka vendosur mospranimin e rekursit pasi ai ka vdekur. Dani, ashtu si gjithë akuzuarit e tjerë, përveç Emiliano Shullazit, ishte liruar dhe u ekzekutuar në nëntorin e vitit 2025. Shullazi mbahet në qeli edhe për 2 dosje të tjera të SPAK për vrasjet e vitit 2005
të Vajdin Lames dhe Klodian Saliut dhe operacionin Revanshi. Gjykata pranoi kërkesën e SPAK për pezullimin e afateve të paraburgimit për Erion Veliajin dhe shtyu seancën për në 10 qershor ku do të shqyrtohen pretendimet e mbrojtjes. Edhe këtë herë gjykata nuk lejoi transmetimin live të seancës, duke argumentuar se kamerat ndikojnë në mbarvajtjen e procesit. Edhe në seancën e parë me trupën e regjykuese, mbrojtja e kryebashkiakut të Tiranës ngriti sërish qetësimin se Erion Veliaj nuk është njohur plotësisht me dosjen. Veliaj nuk ishte i pranishëm në sallën e gjyqit, por avokati Plaren Dreca deklaroi se 24 fashikuj nuk i janë vënë ende në dispozicion në paraburgimin e Durrësit, ndërsa mungojnë edhe prova digjitale të dosjes. Për masën që do shqyrtohet në datën 28 në gjykatën e lartë, ka lidhje me vendimin që dha gjykata kushtetuese, duhet merret parasysh. Kërkesa në datën 28 është një kërkesë që lidhet me zëvendësimin e masës, kurse kërkesa në gjykatën kushtetuese është për caktimin e masës sigurisht. Keni folur me klientin tuaj pandemën e Erion Veliaj mbi kërkesën? Si ju e priti vendimin? Këtë kërkesë nuk kemi folur dot se dje ishte vendimi, kështu që s'kishim kohë. Ndërsa prokurori i SPAK, Olc Dado, kundërshtoi pretendimet e avokatit të Veliajt për mungesën e akteve. Sipas prokurorit, fashikujt që lidhen drejt për drejt me Veliajin janë dorëzuar fizikisht, ndërsa aktet e tjera janë pjesë e procedimit, por nuk i përkasin të pandehurit për prova digjitale. Dado tha se do të hapen dhe shqyrtohen gjatë procesit. Në gjyq nuk ishte e pranishme as bashortja e Veliajt, Ajola Xoxa, dhe avokatët e saj. Prokurori i SPAK, Olc Dado, kërkoi shtyrjen e seancës dhe pezullimin e afateve të paraburgimit për Veliajin me argumentin se mungesa e 4 të pandehurve apo avokatëve të tyre po pengonte vijimin e procesit. Kërkesa për pezullimin e afateve u kundërshtua nga avokati i Veliajit, i cili e cilësoi antikushtetuese dhe të pabazuar, duke argumentuar se mungesa e disa të pandehurve nuk mund të cënojë lirinë e kryebashkiakut të Tiranës, pasi ai kishte përfaqësim ligjor në sallë. Por gjykata vendosi të pranojë kërkesën e SPAK për pezullimin e afateve të paraburgimit ndaj Veliajit dhe shtyu seancën për në datën 10 qershor në orën 11:30, ku GKK do të shprehet mbi kërkesat e mbrojtjes së Veliajit për t'i vendosur në dispozicion 24 fashikuj dhe prova digjitale. Edhe në gjyqin e sotëm, gjykata nuk lejoi kamerat të qëndrojnë gjatë gjithë kohës në sallë për transmetimin e seancës live, me argumentin se prania e tyre ndikon në mbarvajtjen e procesit gjyqësor. Izraeli vret kreun e ri të Hamasit në Gaza pas një valet fort bombardimesh që vunë në shënjestër një zonë rezidenciale. Viktimet të plagosur u shënuar në një treg të pobulluar, ku qytetarët bënin mbledhjet për festën e Kurban Bayramit. Paralelisht, Izraeli ka intensifikuar sulmet në Liban, ku raportohen mbi 30 viktima. Izraeli pretendon se ka vrarë komandantin e degës ushtarake të Hamasit Muhammed Odeh në një sulm në Gaza të martën, disa ditë pasi edhe paraardhësi i tij humbi jetën në një sulm të ngjashëm. Të paktën 3 palestinez u vranë dhe 10 të tjerë u plagosur në bombardimet e rënda që shënjestruan një godinë rezidenciale në qendër të qytetit të Gazës, në një zonë të mbushur me qytetarë që bënin mbledhjet për festën e Kurban Bayramit. IDF dhe shërbimet sekrete izraelite thanë se godina që shërbenin si streh për Odeh ishin qelluar pas gjurmimit të lëvizjeve të tij për disa muaj. Sipas zyrës së Netanyahu, Odeh ishte një prej arkitektëve të masakrës së 7 tetorit. Pavarësisht armëpushimit arritur në tetor, Izraeli ka ndërmarrë një seri sulmesh vdekjeprurse në Gaza. Paralelisht, Izraeli ka intensifikuar ndjeshëm edhe fushatën e bombardimeve kundër Hezbollahut në Liban, ku të paktën 31 persona mbetën të vrarë në sulmet e fundit, përfshirë fëmijë. Ushtria izraelite thotë se ka goditur më shumë se 100 site infrastrukturore të Hezbollahut dhe terroristë në valën më të fortë të bombardimeve që prej shpalljes së armëpushimit në mesin e muajit prill. Përshkallëzimi i aksionit ushtarak erdhi pasi Netanyahu tha se kishte udhëzuar ushtrin të shtypte pedalin edhe më fort në goditjen e Hezbollahut.